Zbuloni këshillat më të mira nga ata që humbën 10 kg në një muaj. Çdo trup është ndryshe, prandaj çfarë funksionon për një, nuk funksionon për të tjerët. Humbja e peshës është një udhëtim unik për secilin nga ne. Por me ushqim të shëndetshëm dhe stërvitje, ju mund të arrini qëllimet tuaja. Konsumoni më shumë ushqime të plota dhe më pak të përpunuara. Këto ushqime janë të pasura me fibra dhe vitamina, duke ju ndihmuar të ndiheni të ngopur. Përgatitni ushqimet tuaja në shtëpi për të kontrolluar përbërësit. Stërvitja me pesha ndihmon në ndërtimin e muskujve dhe djegjen e yndyrës. Gjurmoni ushqimin që konsumoni për të qenë më të përgjegjshëm. Këto njerëz humbasin 2 herë më shumë peshë. Zgjidhni aktivitete fizike që ju pëlqejnë. Ecja 5 km në ditë është një mënyrë e shkëlqyer për të mbajtur trupin në formë. Një individ prej 150 kg mund të djegë rreth 300 kalori duke ecur 5 km. Kështu, filloni të ushtroheni dhe adoptoni sjellje të shëndetshme.